Dëgjoj tani. Ambasadorja bëhet sikur ka ardhur për diçka tjetër, po ka ardhur për gjëra më të ndryshme se sa mendohet. Dhe podcasti Zotit Rama me kinezët është si ajo puna e Enverit me rusët dhe me Kinën dikur, që luante fort, por në atë kohë teknologjia nuk ka qenë, sot është. Në atë kohë raketat kanë qenë ndryshe, sot janë ndryshe. Sot Partia Socialiste dhe Zoti Rama, si kryeministër i Shqipërisë, ka harruar që ka plasur një luftë në Iran. Dhe përveç kësajt, Kina s'ka se si të shërbej tek Zoti Rama, kur Zoti Rama dhe Shqipëria, ose më mirë Shqipëria është antare NATO-s, dhe sigurisht në një problem me Iranin, do kërkoj shpëtim nga Amerika. Dhe Zoti Rama përpiqet të shpëtoj veten e tij nga Zoti Rama. Si kundërpesh, si antipresion përballë presionit të këtyre ambasadave vendeve të BE-s për rastin e Ballukut. Në rast se Shqipëria do të futet në një situatë ku do të jetë me kundërpërgjigje për interes të Zotit Rama, kjo fillimisht duhet kuptohet që Zoti Rama po përpiqet të shpëtoj veten e tij duke vënë në rrezik Shqipërinë. Pra kjo është më e rëndë se sa dikush të thotë që shiko me shpalljen e një personi në grada po mbytet partia për të përfituar personi. Pra ka një diferencë shumë të madhe partia me Shqipërinë. Mirë, dhe unë mendoj se Zoti Rama kërkon të shpëtoj veten e tij, kërkon të bëj gjithçka që është e mundur të heqë vëmendjen nga realiteti, por unë mendoj se ai nuk do ta bëjë dot, ka dështuar totalisht për shkak të panikut që e ka kapur, sepse ju e dini shumë mirë, Zoti Rama kur ka probleme dhe i ka të komandueshëm, Zoti Rama nuk del në publik, nuk flet fare, bën sikur nuk ekziston si kryeministër. Mirë, Zoti Rama ka filluar duke dalë rast pas rasti për probleme të cilat në të shkuarën nuk dilte fare, nuk bënte asnjë prononcim publik për rastet konkrete, për gjërat që kishin të bën pikërisht me keq qeverisin e këtij vendi. Ndoshta jetë benzin zjarrit për të bajtur atë fortunën gotë. Jo, Zoti Rama po përdor këtë mekanizëm sepse është në një pozitë shumë të vështirë për veten e tij. Unë kam thënë vazhdimisht tek ju, çfarë? Amerikanët dhe ndërkombëtarët në tërësi kanë thënë Zotit Rama, ti me 83 mandate nuk vjen në Bashkimin Evropian. Ta harrosh. Është saktë që po them. Dhe sidomos në Bashkimin Evropian. Nuk vjen në BE me 83 mandate. Ai do të shkojë, po m'fal, Bashkimi Evropian ka marrëdhënie me shtete që kanë qeveri e cila kanë ndryshime. Pra ka qeveri që kanë ndryshuar emra nga 2013 deri më sot dhe nuk kanë qenë qeveri siç është e jona që ka nga 2013 dhe është stakuar aty, sikur shqiptarët mendojnë se ky Rama do të çojë Bashkimin Evropian pa detyrime. Vetëm Covidi dhe lufta sa kryeministra ndryshuan, lufta me Rusinë, sa Rusi-Ukrainë sa ndryshuan në Europë. Pa pritur çfarë mund të bëjnë çmimet tani. Nëse Zoti Rama, mani men ju që bëri edhe veprimin duke vendosur edhe mos harroni tani Iranin si një shtet terrorist. I dha një rëndësi, çfarë ndodhi? Doli në lajme ndërkombëtare, doli që Shqipëria u bë armik zyrtar Iranit, a fitoi ndonjë bërritje nga administrata Trump apo nga Zoti Trump të jepte një deklarim publik? Jo. Pra, e kupton në cilën situatë jemi? Jemi në situatën ku Zoti Rama përpiqet të bëj çdo gjë që të duket i mirë tek administrata Trump. Sepse e ka të vështira i 3 vitet që jemi duke vjuar, janë të vështira për Zotin Rama, nuk janë të lehta. Sepse në çdo moment Zoti Rama mund të rrëzohet, në çdo moment. Dhe Zoti Rama çfarë do bëj tani? Organizon strukturën brenda Partisë Socialiste, bën vazhdimisht dalje
që në muajin tetor të 2026, supozojmë, shkon në zgjedhje të parakoshme. Çfarë? Rozon më njëherë qeverinë teknike. Se thotë, unë po shkoj në zgjedhje të parakoshme, hajde matemi aty. Nuk ka rëndësi a fiton apo jo. Ai thotë në fund fare, hajde ejani matemi aty. Pra, e gjithë kjo situatë që unë po apo ti bëj bashkë të dyja me lokalet edhe? Edhe kjo mund të jetë si skenar, po nuk do të ishte i mirë sepse do të kishte shumë konsum për shkak se drejtësia e Partisë Socialiste që është përcjellë nëpërmjet SPAK-ut mund të vepronte për shkak të mënyrës së kërkesës qytetare. Pra, ti ke thënë që drejtësia është e pavarur, me të thojnë za, më kupton? Por e vërteta është që drejtësia është e varur për shkak se zoti Rama ka përdorur recetë. Dhe tani SPAK-u për shkak të kërkesës popullore për ndëshkim do të veprojë. Po kërkon akoma se u mësua keq. U mësua keq, bravo. Pra nga Partia Socialiste, që do të thotë zoti Rama tani nuk ka mundësi ta ndalojë atë recetë që ka dhënë. Tentoi të bëjë me zonjën e Balluku, por SPAK-u duhet të veprojë. Dhe veprimi i SPAK-ut duhet të jetë patjetër me arrestime të mundshme që mund të ketë brenda Partisë Socialiste, ku është një institucion që kontrollon të gjithë të tjerët dhe nuk mund të kontrollohet vetë. Edhe diçka avokat për ta theksuar që këto janë segmente që e bëjnë pjesë, sepse nuk mund të flasim për gjithë, se aty ka edhe njerëz të ndershëm. Po, e vërtet. Dgjoj, ndershmëria është një gjë që provohet. Mirë, nuk është një gjë që parimore apo. Parimi është ajo që konsultohet dhe gjithmonë fërkohet në konflikte të vazhdueshme për të kuptuar se si duhet të ndërgjegjësojmë qytetarët që të gjithë të jemi parimor. Ndërsa ndershmëria provohet, nderuar. Duhet provohet. Pra të kemi prova. Për sa i përket tani pjesa e video skandal apo mesazheve skandaloze. Tek ju kam thënë vazhdimisht që SPAK-u është një institucion që kontrollon të gjithë dhe nuk mund të kontrollohet nga faktorë të jashtëm. Ky është një gabim legjislativ që është bërë nga ligjvënësi. Por, si ka mundësi që institucioni që emëron ata të SPAK-ut, sot do të hetohet nga SPAK-u? Dhe kush na jep ne mundësinë ose të drejtën të besojmë që ata të cilët përzgjedhin spakistët do të bëjnë një hetim objektiv. Avokat, kjo qëndron por edhe diçka tek kjo për se ju ndërhyra në logjik. Tani mendoni që mund të jetë një kurth ky? Mund të jetë një ngjarje rastore që mund t'i i ka ndodhur një qytetari e denoncoi, apo mund të jetë edhe një përplasje brenda sistemit drejtësisë që nxojnë në pakte? Duhet të keni parasysh këtë gjë. Nuk ka rëndësia ja ka fut njëri tjetrit, ta themi gjuhë popullore. Se duhet edhe njëherë gjuha popullore të përdoret. Nuk ka pik vlere. Fakti ka ndodhur. Tani, kush ka qenë provokuesi dhe se si ka ndodhur, ne themi vazhdimisht prezumimin e pafajësisë sepse kjo duhet provohet, analizohet. Por, unë them, hetimi duhet jetë objektiv. Ai s'ka reaguar deri tani, fakti që s'ka reaguar. Reagoi ai. Po çfarë pretën? Me që kuptimin po e mbroni më shumë se duhet kuptimin e prezumimit. Karta e moralit ka rënë në shoqërinë shqiptare nga Partia Socialiste dhe nga keqeverisja kur çplasin skandalet të rreth oborrit ka rënë. Karta morale e drejtësisë të normuar nga Partia Socialiste ka rënë. Këto fakte janë provuar vazhdimisht. Rasti që të reagojë një funksionar publik për një video, kupton që person duhet të ketë ndershmërinë. Prandaj thashun provohet. Këta e zgjollën kreun e SPAK-ut? Po ata e kanë zgjedhur, kush unë kam zgjedhur edhe tim. Jo, për të pyeta për saktësi, avokat. Ata e kanë zgjedhur spakistat, dëgjoj mua, dhe këta i bënin spakistët, i thonin, a do më ofroni mua një kafe ju? E kupton sa të dobët ishin.
Pa diskutuar edhe nivelin e pyetjeve. Po. Por ti ke bërë hetime po. Ore më thuaj tani, këto hetime që ti ke bërë jashtë shtetit në gjykatën europiane, ka rënë ai hetim në tokë? Më sjell një vendim të gjykatës lartë. Sa të janë kthyer hetimet e tua, vendimet e gjykatave, të janë kthyer, pse arsyeja, për çfarë? Masat e sigurisë që ti ke vendosur, sa statistika ke? Bë pyetje tjetra, më jep ti kafe, ma korruptohesh ti. Po ne a I filtruam një herë këta. Pse duhet të provojnë a janë të korruptuar apo jo? Pra do thotë që janë të korruptuar. Sepse në rast se ti nuk je I korruptuar, pse unë do të pyes ty kur ti ke kaluar dhe unë bashkë me ty në të njëjtin filtr kontrolli. Selin, e kupton? Pra nuk ka pse të pyes unë ty, sepse unë e di që ti nuk duhet të jesh korruptuar, sepse ti je pastruar. Ose po nuk je pastruar, ti je kontrolluar të paktën. Avokat, ato mesazhet aty më duket ishin nga shtatori I vitit kaluar. Tani puna a ishte ai antar I KLP-s apo nuk ishte? Ishte. Tani puna kryetari I SPAK-ut është zgjedhur në dhjetor, avokat. Tani unë po ju them juve që e gjitha kjo situatë që ju pat duhet të kuptoni përsëri ta përsërisim që e gjithë kjo tregon qartazi se si sistemi ka qenë dhe është I kalbur. Dale avokat. Dhe do ta thot një njeri. Shiko, po ta them unë, e mamen disa herë kemi bërë bashkë të intervista. Dhe unë e kuptoj që ti ke thënë në një moment jam I bindur për këtë. O vlla, si ka mundësi më? SPAK-u është amerikan, është europian, çfarë thot ky more? Ka këtu drejtësia është e huaj, kuptoj janë të huaj, ndihmojnë aty bëhet nami. Ju a e kuptoni që unë ju thash që kjo është një recetë e Partisë së Punës, sepse heshtje zotit Rama tregon kënaqësinë e tij që të ndëshkohen të gjithë përveç atit. Dhe ç'a ndodhi në fund fare? Rasti Ballukut. U bë çfarë? Në fund fare drejtësia ishte drejtësia komanduar dhe jo drejtësia dëshiruar nga Partia Socialiste. Dhe të gjithë ndërkombëtarët heshtën pa përjashtim. Sot asnjëri nga ndërkombëtarët nuk ka folur me emër dhe mbi emër. E bën pisë më shumë kjo apo një kaset aty, edhe hajde kaloj lumturin edhe tjetër nuk e themi. Pra, duhet kuptojmë që drejtësia e Republikës së Shqipërisë pas 2016-ës është një drejtësi e kalbur, jo vetëm me mesazhe, jo vetëm me provokime, jo vetëm me vendime. Është e kalbur nga maja dhe deri në fund, kur ti në krye të gjykatave dhe në dikasteret të larta ke ish ministrat Partisë Socialiste të cilët kanë kthy pllakën edhe janë bërë të pavarur. Aty e kupton që drejtësia është kapur dhe drejtësia është e një partie që është Partia Komuniste dhe manuali 1944. Pra, këto vite që ju citoni, apo doli skandali, kjo çfarë është? Rezultati I kapjes së një drejtësie e cila është një drejtësie që nuk është në favor të qytetarëve shqiptar. Qytetarët shqiptar do kalben me dosjet të gjitha ato që kanë ndodhur pas reformës. Pra, çfarë do kalben? Në dyrë të gjykatave të drejtësisë së re. Kjo është e paimagjinueshme. Pra, drejtësia e re shton hankthin, vuajtjen të qytetarët shqiptar dhe I thotë do kalbeni duke pritur ju letrat tuaja të cilët mbeten në gjykata të ndryshme. E kupton në ku jemi? E kupton situatën se si po varion kjo jetë e kësaj reforme, sepse pikrisht pritani se këtu është lojë tjetër kjo. Reforma në drejtësi, gjithë qytetarët pritën mashtrimin. Në fund fare, ç'a ndodhi? Dosje pa fund, pa drejtësi pa fund, hajdutëring pa fund, vidhet prona e tjetrit, edhe këtu nuk ka prokuror të dali. Ta arrestojnë në flagrancë. Për edhe të thotë, më sidhi mua kallëzimet, se ç'a bërë të çoj kallëzimet ty gati. Pra,
Edhe keni parë analistë që dalin e thënë, jo, do flasim në të pjesëshëm, është paku, është një kërkesë e madhe e popullit, mashtrime, kupton, nga mes deri ndarë. Edhe këtej thënë, pensionisti i shkret nuk merr vendimare këto. Tani, a ka qenë një reforma unike për gjithë? Se di se është bërë pjesë, ka qenë për të gjitha. Edhe spaku, edhe lavatriçja, edhe për kjo, edhe kjo, gjitha brenda kanë qenë. Dhe sot ke gjykata e lartë, dosje, pa fund, mos pranim rekursi është hataja. Po populli nuk e kupton këtë gjë. Se duhet ta vuash që të kuptosh realitetin, jo të flasësh kështu, si flasin analistët, drejtësia e spakut është ajo që presim ne. Kurse populli i thjesht që ka hallë probleme nga mjes deri ndarë, kush do t'i zgjidhë? Po kjo ishte reforma, që nga 20.000 dosje tani kemi 300.000 dosje. Dhe shtohet, burime njerëzore nuk ke, po shpik metoda bashkim gjykatas dhe në fund fare shkatrim. Kalbje, jo vetëm të sistemit, por çdo lloj gjëje vlere të këtij vendit. Pra, këtu duhet kuptojmë të fokusohemi tek reforma në drejtësi. Jo reforma në drejtësi, na si spaku ti të bëj arrestime statistika. Nga nxjerr ti video mesazhin e korrupsionit apo konvertimit të veprimtarisë seksuale. E merr spaku këtë në hetim apo jo? Po normal do ta marrë në hetim, se është personi që është posaçëm, ma men kryetarin e bashkisë të Kukësit? Po. Qa bëri ai? Lerë mos fol. Tani. Pra ti thua që bëri marrëdhënie seksuale në zyrë? U vendos standardi me atë? Bravo. U arrestua ai? Po. U gjykua? Po. E konvertuan marrëdhënien seksuale si korrupsion. Tani po, edhe ky zotëria, për rast se ka kryer diçka, ta arrestohet, futet brenda edhe të ndëshkohet. Se është drejtësia e Partisë Socialiste. Po se s'ka lidhje me këtë se këta janë, nuk është se por kush, po them që ai mund të dalë edhe më socialist se ai që kapën marrëdhënie seksuale në zyrë. Po çfarë thua? Ore, ky është sistem komunist, nuk është sistem demokratik, ore, që kanë fut ambasadët, janë fut 2-3 ambasadorë aty dhe kanë bërë show më. Ore, ka fluturuar çdo gjë nga binarët e veta dhe së vërteta. Prandaj tek video që do shikoni që kjo ose video të tjerë që do dalin, do shikoni situatën se si kjo reformë është një reformë mashtrimi, unë kot nuk e kam thënë. Reforma nuk mund të jetë pranojmë të arrestojnë këta tjerët dhe këtu të kalbin qytetarë duke pritur vendimarrjet e këtyre që nuk japin vendimarrje dhe bëjnë mos pranim rekursi. Si jeton, si mund të jesh në një reformë të tillë? Unë flas për çdo qytetar shqiptar më. Edhe për ata të cilët janë socialistë, të cilët mendojnë se partia po i ka ndihmuar, asgjë, ngropën i ka bërë. Por ne duhet të themi drejtësia duhet të jetë njësoj për të gjithë, por edhe standardi i drejtësisë duhet të jetë njësoj për të gjithë. Si thënë analistët të mirë, ne interesojnë statistika dhe spaku, jo kështu, pastaj thënë, s'ka gjë këtu, le të kalbën doset na për aty po kalbën hallet e qytetarëve shqiptar që duan rrugë, zi, vje. Prandaj ka shku në gjykat ata, se në fund fare ta tregojmë çfarë merrshin pastaj ata në zakonet e mëparshme. Risen tetor ndodhi avokat, mos e kujtome. Jo, nuk flas për atë, po ka zakone të tjera që bën njëri me tjetër, po puna është ne këtë gjë duhet të parandalojmë. Pra që mos të përsëriten zakonet e të së shkuarës më zotëri, të cilat prodhojnë një gjë negative për shoqërinë shqiptare. Dhe nuk mundet ti të sot të shikosh një video të tillë të paktën mos ketë një deklaratë morale nga KLP-ja. Të paktën ai të japi një do presin ekspertizën e videos avokat. Bravo, do presin veten e tyre ti jetojnë. Kupton tani ku jemi, në cilën situatë jemi. Pra kjo quhet një pengmarrje e drejtësisë. Pse? Sa ai do të përfitojë çfarë mund të përfitojë dhe nesër dikush e marr në peng dhe i thotë votën për antar për kryetar spaku do ma japësh mua. Se shpëtova, ma men. Drejtësia e pavarur, ato në drejtësi pavarur. Kjo është drejtësia e pavarur. Po mbyllim me këtë avokat, unë të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj. Uroj që qytetarët shqiptarë
me parti pa parti, me tabel pa tabel, të kuptojnë që drejtësia nuk mund të jetë selektive dhe nuk mund të përdorim inatin, perceptimin për të bërë drejtësi. Sigurisht që drejtësia është perceptim, se na pëlqen një vendim është perceptim, si e perceptojmë në drejtësinë. Por nuk mund të kënaqemi me statistika që dëmtojnë interesin kombëtar. Më pak video ose hiç edhe statistika dhe më shumë drejtësi. Faleminderit avokat. Faleminderit edhe për ftesën.